Në pikun e sezonit turistik, ura mesit paraqet dëmtime të shumta, ndërsa është rrethuar me mbeturina. Asnjë kontenjer nuk ka në zonë, ndërsa kamerat e sigurisë duket se nuk i shërbejnë qëllimit për të cilin janë vendosur. Ndonë se në fushat elektorale u premtua rehabilitimi i kësaj zone, deri tani ky monument kulture vijon të degradojë dita ditës. Asnjë kontenjer mbeturinash në një ndër pikat më atraktive turistike por edhe historike të Bashkisë Shkodër, siç është ura e mesit, pirgje me mbeturina dhe një pamje as pak dinjitoze, në një periudhë që konsiderohet piku sa i takon vizitave në këtë destinacion, ndërsa edhe ura e lashtë e mesit ka njohur dëmtime në shumë pjesë të saj. Kryeministri Edi Rama vetëm një muaj më parë premtoi rehabilitim të këtij monumenti kulturor, por me sa shihet entuziazmi ka një rënje, edhe për disa kohë ky do vazhdojë të mbesë një premtim. Pak muaj më parë u vendosën në këtë zonë kontenjer të ri por edhe kamera sigurie për të monitoruar persona të papërgjegjshëm që dëmtonin këtë zonë, por tashmë kazanët e mbeturinave janë zhdukur ndërsa kamerat zëvendësojnë në mënyrë figurative, dordolecin e arave të cilit vetëm fëmijët mund t'i friksohen. Banorët e zonës jashtë kamerave kërkojnë një vëmendje më të madhe ndaj urës së mesit, pasi në të kundërt do të largohen edhe turistët e huaj.